Këngëtarja e njohur Genta Ismaili dhe partneri i saj, biznesmeni turk Hüseyin Usta, prej kohësh janë duke qëndruar në distancë nga njëri tjetri për shkak të angazhimeve të tyre. Pavarësisht kilometrave që i kanë ndarë gjatë kësaj periudhe të fundit, ata mbeten një ndër çiftet më të ndjekur nga publiku. Malli për të qenë sërish pranë Gentës dhe dy binjakëve të tyre duket se i ka bërë këtë ditë largësie edhe më të vështira për Ustajin. Përmes e postimit në llogarinë e tij në Instagram, ai ka ndarë një fotografi të partneres me fëmijët, duke i bashkangjitur fjalë shumë të ndjera për të treguar ndjekësve se kësaj pritje të gjatë po i vjen fundi. Ai citohet të ketë shkruar: "Familja ime e vogël po vi, më keni munguar aq shumë, i numërova ditët më në fund po bashkohemi, mezi pres përqafimet tuaja të ngrohta dhe momentet e bukura që të kalojmë së bashku. Më keni munguar shumë, po shumë fare." Ky mesazh tregon qartë se sado që kjo periudhë largësisë fizike ka zgjatur, lidhja e tyre dhe familja mbeten prioriteti kryesor. Tani që ditët e pritjes thuajse kanë përfunduar plotësisht, të gjithë janë në pritje për të parë momentet nga ribashkimi i tyre shumë pritur.